Kë shikon nga emrat? Ish listën e mbyllur që dihet, po nga emrat që garojnë në listën e hapur, kush mendon ndër kandidatët e PS se doja dal? Po, ata që kanë më shumë pushtet. Domethënë, padyshim mendoj se Partia Socialiste ka ndërtuar një sistem të konsoliduar tashmë të plaçkitjes së pushtetit, favoreve me vende pune, poste, tendera, garanci imuniteti, shpëtim nga gjobat siç ndodhi pak ditë para zgjedhjeve, mbyllje syri ndaj kontrabandës e formave të tjera që privilegjeve që e pushteti, kështu që ata që kanë më shumë pushtet në syrin e votuesit, që voton me këtë lloj sjellje, ata edhe do votojnë më shumë, që do thotë Arna Denaj, do thotë Erin Hoxha, do thotë Blendi Gonxhe. Mendoj që këta do jenë personat që pra kush shikohet se është më afër pushtetit ekzekutiv, e kuptoj. Pra kush është plaçkës, domethënë. Kush është madh sa më afër. Siç mblidhen mizat pas mjaltit. Po, qartë. Edhe këta, kush ka më shumë afër mjaltin, do të rreshin më shumë sepse boga.